Zemra mu thye në mirë copa kur pash lotë që mezi I përmbante. Gresa Gashi tregon momentin e rënd kur takoi Gjestin dhe familjen e tij. Aktoria dhe ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Gresa Gashi, ka reaguar pas tragjedisë së rënd që ka goditur familjen Kelmendi, ku humbi jetën Eldion Kelmendi, vëllai I vogël I këngëtarit Gjesti. Gresa tregoi se kishte qenë pranë familjes në këto ditë të vështira dhe se dhimbja e tyre ishte e pamadh. Ajo u shpreh se takimi me familjen Kelmendi dhe me Gjestin vet ishte I mbushur me lot, trishtim dhe përqafime të gjata. Sot pata rastin të takoj gjithë familjen e Gjestit, një familje që dhimbja ua kishte mbuluar sytë e zemra. Çdo dorë shtrëngime, çdo shikim ishte I rënd nga trishtimi. Në fund, para varrimit të vëllait të tij, në shtëpi u takova edhe me vetë Gjestin. Aty kuptova sa e pafund është dhimbja e një vëllai. Zemra mu thye në mirë copa kur pash lotët që mezi I përmbante. Përqafimi u zgjati shumë, shkroi ajo në rrjete sociale. Aktoria ndau edhe fjalët prekse që Gjesti I tha gjatë atij momenti. Nubi jem s'ka me të haru kur, duke bërë reagimin e saj edhe me emocional për ndjekësit. Ky gest I Gresës është cilësuar si një dëshmi e ndjeshmërisë dhe solidaritetit që ajo ka treguar për kolegun dhe mikun e saj nga BBVK, duke I qëndruar pranë në ditët më të vështira të jetës së tij. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.